të të bëj një pyetje, si e me shpenzimet e fund vitit? Se mua për shembull, të jemi sinqert, nuk më dalin të festoj ashtu siç duhet. Nuk po qahem, por mund të shtoja ca dhurata apo pse jo dhe ca ditë pushime. Të pyes, sepse kam që dje që më rri në mendje ky bodrumi i Ergyes Agasit me 3 milion euro vetëm shishe vere. Pra, teksa ne me Zia dalim të festojmë, ky tipi që merit ka vetëm se babin e ka patur deputet Partisë Socialiste dikur, shpërdoron 3 milion euro me lëng rrushi të fermentuar. Një familje mesatare, që i ka të dy prindrit në punë, nuk ja del dot sot të kënaq fëmijët ashtu siç duhet, apo të festoj siç kanë dëshirë. Këta që qeverisin flasin për miliona euro fitim, si kur të ishin karamelet e dikush me zana. Një pensionist, me Zia del me dritat, ujin dhe ilaçet, e jo më të haj gjelin e vitit ri, pa ndihmën e fëmijëve. E këta shpenzojnë ndërkohë 10 milion euro gjasme për çokolata e çibuk. Mos flas fare për të papunët e për ata me pa aftësi, sepse nuk dua t'i bëj të ndihen keq. Ajo që po them është se 3 milion euro të verës, ato milionat e tenderave, ato 10 milionat e çokolatave, vilat në Lals, në Rolling Hills, në Kodrën e Diellit, në Palas, në Dërmia, ku diun, janë të gjitha lekët tona. Janë lekët e darkës së vitit 3, të dhuratave të fëmijëve, të djersës së ballit që këta na e vjedhin e pastaj na tallin duke na bërë karshillëk. Ka ardhur koha që dënimi për këta të trashet. Nuk mund që ta kalojnë këtë që bëjnë me thjesht me 3 apo 4 vite burg dhe pasaj të vazhdojnë filmin aty ku e lanë. Jo mor jo. Këta duhet kalbe në burg deri në 20 vite dhe asnjë pasuri, asnjë e vetme mos u mbetet pa ja marrë shteti dhe të gjej formën të rishpërndajë në shoqëri tek ne që na janë vjedhur. Duhet ndryshim dhe forcim ligji për hajdutët e fondeve publike, të trajtohen si vrasës sepse të tillë janë. Na vrasin festat, na vrasin ëndrat, na vrasin të ardhmen. Nëse je dakord me mua, shpërndaje këtë mesazh.